Dhjetori po zbulon sekretin e madh. 5 shenja marrin shkundjen finale. Dhjetori po hyn në fazën e tij më të fortë dhe më vendimtare. Energjitë nuk janë më të buta, nuk janë më paralajmëruese, tani ato janë të drejtë për drejta. Një sekret i madh po del në dritë dhe universi po e bën të pamundur që disa shenja ta injorojnë. Kjo është periudha e shkundjes finale, ku gjërat që kanë qëndruar pezull, të fshehura ose të shtyra, detyrohen të marrin formë. Jo të gjithë do ta ndjejnë njësoj, por 5 shenja janë në qendër të kësaj lëvizjeje. Ky nuk është fundi i një muaji, është fundi i një cikli. Akrepi, dhjetori po të vë përballë një të vërtetë që nuk mund të anashkalohet më. Prej kohësh ke ndjerë se diçka po vlon nën sipërfaqe, por ke zgjedhur ta kontrollosh, ta menaxhosh ose ta shtysh. Tani universi nuk të lejon më ta bësh këtë. Kjo është shkundja finale që të detyron të shohësh qartë kush je, ku je dhe çfarë nuk funksionon më në jetën tënde. Në punë dalin në pas situata të fshehura, interesa të dyfishta ose vendime që duhet marrë me guxim. Nuk është moment për diplomaci të tepruar, por për zgjedhje të pastra. Në marrëdhënie, çdo gënjeshtër bie. Ose thelloheni në mënyrë reale, ose rrugët ndahen pa kthim. Financiarisht, kërkohet vigjilencë maksimale, sepse një lëvizje e gabuar mund të ketë pasoja. Energjikisht, kjo periudhë është e rëndë, por transformuese. Dhjetori nuk po të ndëshkon, po të çliron nga ajo që nuk të përket më. Nëse e përballon këtë shkundje me ndershmëri, hyn në vitin e ri më i fortë, më i pastër dhe me një drejtim që nuk mund të lëkundet më. Britsjapi. Për ty, dhjetori sjell një përballje serioze me përgjegjësitë dhe zgjedhjet që ke bërë gjatë vitit. Kjo është shkundja që të detyron të ndalosh për një moment dhe të pyesësh veten nëse rruga që po ndjek është vërtet ajo që dëshiron, apo thjesht ajo që ke ndërtuar nga detyrimi. Në punë, presioni rritet, por bashkë me të vjen edhe një mundësi e madhe për të konsoliduar pozicionin tënd. Çdo gjë që nuk është ndërtuar mbi baza të forta fillon të lëkundet. Në marrëdhënie, distancat emocionale nuk mund të fshihen më pas heshtjes. Ose flisni hapur, ose ftohtësia bëhet e dukshme. Financiarisht, dhjetori kërkon disiplinë absolute dhe ndalim të çdo rreziku të panevojshëm. Energjikisht ndihesh i lodhur, por edhe i ndërgjegjshëm se kjo fazë po të përgatit për diçka më të madhe. Kjo shkundje nuk vjen për të të rrëzuar, por për të treguar se çfarë duhet forcuar dhe çfarë duhet lënë pas. Në fund të muajit, kupton se pesha që hoqe ishte më e rëndë se ajo që mban tani. Peshqit, dhjetori për ty është emocionalisht intensiv dhe thellësisht zbulesë. Sekreti që po del në dritë lidhet me ndjenjat, pritshmëritë dhe mënyrën si ke sakrifikuar veten për të tjerët. Kjo është shkundja që të zgjon nga një iluzion i vjetër. Në punë ndihesh i paqartë për drejtimin, por kjo vjen sepse një fazë po mbyllet dhe tjetra ende nuk është formuar plotësisht. Mos u frikëso nga kjo ndalesë, ajo është e nevojshme. Në marrëdhënie, zbulohet nëse dikush ka qenë aty për ty realisht, apo vetëm kur i ka leverdisur. Emocionet janë të forta, por të pastra. Financiarisht, dhjetori kërkon kujdes dhe planifikim, sepse intuita jote është e fortë, por realiteti kërkon strukturë. Energjikisht, kjo është periudhë shërimi, por vetëm pasi të pranosh të vërtetat që ke shmangur. Kjo shkundje finale nuk është fund, por një zgjim. Dhjetori po të mëson të zgjedhësh veten pa ndjenjë faji dhe të hysh në një cikël ku ndjeshmëria bëhet forcë, jo dobësi. Luani. Dhjetori për ty është një provë force dhe vetëdieje. Shkundja finale nuk vjen për të ulur, por për të detyruar të shohësh se ku ke investuar energji pa marrë kthimin që meriton. Gjatë këtij muaji, sidomos në ditët e fundit, bëhet shumë e qartë se kush është realisht pranë teje dhe kush vetëm ka shfrytëzuar dritën tënde. Në punë mund të dalë një situatë ku autoriteti yt vihet në provë. Nuk është moment për reagime impulsive, por për qëndrueshmëri dhe maturi. Nëse vepron me qetësi, del më i fortë dhe me respekt më të madh nga të tjerët.
Në marrëdhënie, pasioni përplaset me realitetin. Ose ndërtohet diçka më e thellë dhe më e sinqertë, ose iluzionet bien një nga një. Financiarisht, dhjetori të kërkon të rishikosh prioritetet dhe të ndalosh shpenzimet që bëhen për të impresionuar të tjerët. Energjikisht, kjo është një periudhë pastrimi egoje dhe rikthimi tek vlerat e tua reale. Shkundja finale për ty është një mësim i fuqishëm. Drita jote është e fortë, por duhet drejtuar aty ku vlerësohet. Kur e kupton këtë, hyn në një fazë ku fuqia jote nuk varet më nga miratimi i askujt tjetër. Binjakët, dhjetori sjell për ty një zgjim të fortë mendor dhe emocional. Shkundja finale lidhet me mënyrën si ke shpërndar energjinë, fjalët dhe premtimet gjatë gjithë vitit. Tani universi të detyron të ndalosh dhe të pyesësh veten, ku po shkon realisht? Në punë mund të dalin në dritë situata ku duhet të marrësh një vendim të qartë, pa më dyshje dhe pa kthime mbrapa. Nuk është më koha për gjysmë zgjidhje. Në marrëdhënie, komunikimi është arma jote kryesore, por këtë herë kërkohet ndershmëri e plotë. Një bisedë e rëndësishme mund të ndryshojë rrjedhën e një lidhjeje, për mirë ose përfundimisht. Financiarisht, dhjetori kërkon organizim dhe fokus, sepse shpërndarja e burimeve sjell stres. Energjikisht, kjo shkundje të ndihmon të kuptosh se jo çdo rrugë duhet ndjekur dhe jo çdo ide duhet realizuar. Përzgjedhja bëhet thelbësore. Kur fillon të zgjedhësh me vetdije, mendja qartësohet dhe lodhja largohet. Kjo shkundje finale nuk është ndëshkim, por një rikthim në drejtim. Dhjetori të mëson se qartësia është fuqia jote më e madhe, por vetëm kur e përdor me përgjegjësi. Nëse e ndjeve këtë mesazh, mos e anashkalo. Shkruaj në komente shenjën tënde dhe fjalën. E pranoj shkundjen. Bëj like për të mbyllur këtë cikël me energji të pastër. Abonohu që të mos humbasësh mesazhet e ardhshme. Dhe shpërndaje videon me dikë që ndjen se është në një pikë kthese.